Mësova nga më të mirët, dosha me ba një pizzeri që nuk e ka kushtu në Frankfurt. Morëm çmimin më të mirë në Frankfurt, me Pizza Giulio. Klientat vinë nga 300 km. Mamma mia! Kam lindur në Lezhë dhe jam krenar për këtë punë. Po si gjithë tjerët edhe neve, kemi pas vështirësitë tona, ku kemi ardhur këtu. Po falëndrimit mallit Zot, kemi ba një punë të mirë dhe do më thënë kam marrë këtu shkollën si shef kuzhine. Pastaj marrova shkollën që quhet tu Ausbildung, që mund të mësojmë zanatën tjerëve. Unë kam punu në restorante shumë, si thojnë, me shterë në nivo. Kam punu dhe kam mësu nga një më të mirët, ose nga nër më të mirët këtu në Frankfurt, Gjermani. Do më thënë që punojnë me yje dhe gatujnë për restorante në një më të mirët këtu në Gjermani. Gjatë këtyre viteve këtu në Frankfurt kam marrë një eksperiencë shumë të madhe, kam gatuar me kuzhinierët edhe më të njohur këtu në Frankfurt, që jetojnë dhe banojnë dhe gatojnë këtu në Frankfurt ose në vende të tjera Gjermanisë. Kam krenar që kam gatu dhe kam mësu me më të mirët këtu në Frankfurt për gastronomi. Do të thënë kemi gatu, si thojnë, me Arë, Jakobsmushel, do të thënë gjana shumë të veçanta, dhe unë kam marrë shumë eksperiencë për këtyre, do të thënë nivel komplet tjetër. Kam 20 vjet gastronomi, eksperiencë, kam marru shkollën këtu në Gjermani, në Frankfurt, si shef kuzhine. Pastaj, mas 5 vjetëve, ishte shumë vështirë për me hap diçka tonën, se kisha shumë eksperiencë, po për me gjetë diçka si që do në shpirti ty, nuk ishte lehtë. Ishim fillestar për self-shtendish. Edhe i thash gruas, i kemi 4 kalamaj, i thash hajde tapim diçka tonën, do bëhet bukur, si thënë, do shkojnë gjithçka mirë me një të mallit Zot. Edhe jam krenar që e gjetëm pizzerin Giulio, e hapëm me emër Pizzeria Giulio dhe kemi dalë 2-3 herë në gazeta. Kur ke grumullu shumë, si thojnë, erfarum, kur ke grumullu shumë eksperiencë, ke dëshirë që të hapësh diçka tonën. Edhe i thash gruas, okay, mund të hapëm diçka tonë. Kërkuam diçka dhe e gjetëm pizzerin. Edhe ke ishte ëndra jeme që më hap një pizzeri ose një restorant italian. Kam shumë eksperiencë edhe në kuzhinë italiane, edhe që kam marrë edhe shkollën në Gjermani, po unë dashuroj dhe du shumë kuzhinën italiane. Te Pizzeria Giulia vendosa ta diçka thjesht, të mirë dhe autentike. Do të thënë, aq më të mirë, aq më mirë, ne bëjmë brumin nga 3 lloje të ndryshme mielli, e lëm brumin 2 ditë që të vi, pak maj buke, vajolinin e marrim edhe nga Shqipëria. Kjo është, do më thënë, që unë ja japi qikat e shijen e Shqipërisë, ose një vajolini të mirë, dhe jam shumë krenar. Mësova nga më të mirët dhe dosha me ba një pizzeri që nuk e ka kushtu në Frankfurt. Prandaj, i thash gruas, hajde, dhe vazhdojnë të bajmë diçka tonën. Ka qenë rëndësishme që t'jetë autentish, t'jetë sa më e mirë, t'jetë kualitative, t'jetë shumë e shijshme dhe t'jetë e veçantë. Edhe që t'vinë njerëzit me kënaqësi këtu të neve. Po që me bën një restorant ose një pizzeri këtu në Frankfurt, se ka konkurrencë pafund, nuk është e lehtë, po nga eksperiencët që kam grumullu dhe kam bë, thash, me nim Zotit do ja dalim. Edhe falëndrimit mallit Zot ja dolem. Neve afrojmë, do më thënë, pizza, pasta, mish, peshk, nga zgara, shumë gjana tjera, po neve, do më thënë, që kemi një specialitet është pasta Giulio. Pasta Giulio është pak, si thojnë këtu fërrik këtu në Gjermani, është pak e përzime, do më thënë, po poshtë është pasta, sipër është pizza. Është një mix pizza pasta bashkë, se kjo ideja më erdhi para 4 vjetëve, që shikosha njerëzit që porosishin gjithmonë buk, okay, thash, bëjmë diçka buk edhe makarona bashkë. Edhe kjo është të neve këtu si thojnë majstrekafte, do të thënë, është që e shesi ma shumë se gjitha. Këtë mund të porosish me pul, zazavate, vegan, me fruti di mare, me mish vici sipër, ka shumë
gjana. Këtë që i bëjmë neve, jemi të vetëmi që i kena bërë, domethënë. Dhe kam shumë kërkesa që thojnë për shembull, hajde të hapim vetëm me pasta Giulio, që mund të bëjmë diçka tjetër. Domethënë shumë e gjatë, që shkon në tavolinë edhe pret me gëshon, si thojmë neve. Domethënë kjo është edhe me show, edhe është e veçantë, shumë e shijshme, domethënë është një edhe shije, po është edhe show, është edhe bukuri, është edhe shumë e veçantë. Në 2021 këtu në Frankfurt morëm FAZ, domethënë në Zeitung, në gazeta, morëm pizzeria më e mirë në Frankfurt. Morëm çmimin më të mirë në Frankfurt me pizza Giulio. Domethënë kjo ishte një gjë e bukur se 2 javë sa hapëm pizzerinë, erdhi korona. Domethënë ishte një kohë pak e vështirë, po kualiteti si thonë na bani që i me ecë ma përpara. 2022 dolem të Frankfurt Gatehouse, si thënë, pizzeria ma e mirë në Ostend. 2024, 24 kemi dalë të Frankfurt Tip, pizzeria ma e pëlqyer në Frankfurt. Më thënë, këto janë gjona që mi kanë thënë tjertë, na kanë, domethënë është një krenari, është një bukuri shumë e bukur, është një kënaqësi që neve na kanë vlerësuar këtu në Frankfurt me këta. Kemi shumë kërkesa, kemi shumë njerëz që kërkojnë bëjnë bashkëpunime, të hapim lokalet edhe më të mëdha, shumë më të mëdha, dhe vende më të mira se këtu ku jemi neve. Unë jam shumë i kënaqur këtu siç jam, se është e vogël, atmosfera është familjare dhe kualiteti është shumë i mirë. Domethënë them, unë kam gatuar edhe për 1200, 1400, 1000 deri në 6000 veta kam gatuar. Domethënë nuk është se nuk e kam eksperiencën, po kjo është siç është këtu është dashuri, është kualitet, edhe gjitha gjanat janë perfekt kështu si duhen të jenë. Jemi në Frankfurt, në Inselstraße 3B, 604, 1-4, domethënë Postleitzahl. Jemi këtu në Frankfurt, është Osthafengebiet, po ka shumë firma, domethënë ka shumë firma, janë gjitha firmat e njohura në këtu. Klientët vinë nga 100, 200, 300 kilometra nga gjithë Gjermania, vinë për me hangër diçka të veçantë. Vinë këtu nga food bloka, janë një më të forte, domethënë shumë. S'është të mira ti përmendesh edhe emra. Kemi 10 pica, 10 makarona, 5 pasta, edhe bëjmë, si thonë këtu, vohën karte. Po, kaq është e gjitha. Nuk e mushim kartën me 700 lloje gjanash, ushqime se pastaj kualiteti, se thonë këtu i skla lajdet na. Mesazhi im do ishte e rëndësishme që ta mësosh atë zanat që don, që dëshiron, që ti ke qejf me e bë, mësoje. Mësoje me letra, mësoje domethënë në shkollë, edhe je siç duhet. Se nëse atë që don, edhe e bën me shkollë, domethënë nuk është punë, po është kënaqësi. Është domethënë si thonë ajo të kënaq, jo të hap punë ose të lodhesh. Nuk ka lodhje, është kënaqësi. Normal, Shqipëria është në zemrën tona, është normal. Shqipëria është zemra jonë.